Edhe zoti Meta, po ti kthemi ngjarjeve në kohë, zoti Rama nga Asamblea e Partisë Socialiste ka folur. Ne duhet t'i heqim shqiptarë, çfarë borxhi kanë shqiptarët Ilir Metës, se kishin aty ministre, kishin pra i zuri të gjitha funksionet që kishte ai patur dhe Spaku duhet veproj. Do t'i që Spaku veproj, a ishe rasti kjo? Unë nuk besoj se është rasti. Dhe mënyra pastaj si u arrestua zoti Meta, që ishte një mënyrë krejt kriminale, krejt e pa precedent në historinë e arrestimeve, kishte arrestuar vetëm Enver Hoxha Koçizoze në këtë mënyrë. Në 48-ën, Enver Hoxha mori zvarr Koçizoze në Banesa dhe i sigurimi atëre dhe e bëri për t'i bërë shembull popullit. Pra pi tregoj që ju dhe zoti Meta u arrestua në këtë mënyrë. Unë nuk po flas për klientin tim, zoti Meta aktualisht, po flas për një njeri i cili e ka parë që presidenti i vendit të tij merr zvarr në mes të rrugës. Ne mendojmë që jemi një vend demokratik. Kështu që unë do ta e bëra këtë rezume për të thënë që nëse një çështje lindë e tillë, është shumë më vështirë pastaj që ato gjykatat, ai gjyqtari, ai prokurori, ti të fillosh pastaj që të mendoj për ta lehtësuar pozicionin e tij juridik, ka apo nuk ka prova. Kjo është arsyeja për të cilën sot zoti Meta qëndron në paraburgim dhe mos harrojmë diçka tjetër. Për t'u sjellë në vëmendjen tuaj, në dosje po të shikojmë. Pra, ne aktualisht nuk kemi prova për të, sepse Spaku akoma s'ka përfunduar hetimin. Do t'ju pyes edhe për një deklaratë. Dhe çfarë thotë? Çfarë ndodh tani? Ndodh që ai arrestohet pikërisht në momentin e parazgjedhjeve. Pra, në muajin tetor, ai arrestohet. Por procedimi penal kishte nisur 6 muaj më parë. Dhe kështu që procedimi penal si person në hetim flasim. Se procedimi ai kishte nisur në 2019-ën. E kupton ti tani, pas 6 vitesh, ti sot vazhdon akoma ta mbash në paraburgim se thua nuk kam prova. Pra 6 vite çfarë mund të pres më një njeri kur ti heton 6 vite? Pra, kjo është ajo që të kthehemi përsëri te masat e sigurimit, që masat e sigurimit personal në Shqipëri janë shumë të egzageruara dhe për mua krijojnë për statistika që qytetarët të mendojnë që në Shqipëri po bëhet drejtësi. Unë dua të bëj një pyetje për te perceptimit që ka shoqëria apo perceptimit popullor. Në anën tjetër, SPAK, dhe këtu më korrigjo po jam i gabuar, ka nisur një hetim për Ilir Metën. Në anën tjetër, thuhet që thashe theme thonë që Ilir Meta ka shumë pasuri, por ju që jeni avokati ti ka thënë që Ilir Meta në llogaritë e tij apo në ato çfarë një ligji nuk ekziston asnjë pasuri. Si qëndron e vërteta e kësajt në ana ligjore? Shiko, këto që do them tani është e vërteta sipas provave. Po, sipas provave. Prandaj thash nga ana ligjore se ligji ti drejtohen. Unë hyj tek ata avokat që nuk merr me thashë theme. As me kolega, as me njëri tjetër. Unë flas për parime. Problemi është ky. Spaku ka kryer hetime prej vitit 2000, që prokuroria krimet e rënda, pastaj çështja e kaloi Spakut, që në proces dia. Pra ka kaluar nga krimet e rënda tek Spaku. Dhe Altin Dumani pasi bëri betimin te zoti Meta në presidencë, një javë pas regjistroi procedim për çes dia, sepse mendoi që aty ishte bërë korrupsion i madh. Dhe prej dhjetorit të 2019-s deri sot, pavarësisht kalojnë 6 vite. Më besoni, janë bërë letër porosi në të gjithë vendet ku Bashkimi Evropian po e po, në SBA po e po, në Angli po e po. Janë bërë të gjitha. Në Angli po e po, në Kanada po e po, në Qipro pra ku mendohet, në të gjitha vendet që mendohet që zoti Meta mund të kishte pasuri. Edhe nga akuzat që janë bërë. Dhe akuzat që janë bërë. Dhe më besoni, është zero. Pra në planetin Tok, ai individi nuk ka pasuri. Të vetme pasuri që kanë kapur është 1/4 e banesës që ka me baban, me motrën që janë bashkëpronar tek pazari, mos gaboj pazari i ri. Kjo është pasuria. Është pastaj banesa e përbashkët që ka me që diskutohet me zonjën Kryemadhi, me fëmijët e kështu me radhë. Po mos harrojmë edhe diçka tjetër. Që nëse do t'i bëni një analizë financiare, mos harrojmë që zoti Meta ka 30 vite deputet, ka qenë në 92-shin. Po, ka pas poste më të larta. Poste më të larta. Dhe sikur të kursente na 1 lek në 34 vite, më vonë 10.000 lekë të kursente në muaj, do kishte mundësi ta blinte një vilë.
Po të jetonte në vend, do kisha mundësinë. Apo jo, sepse i është dhënë mundësia deputet Për shkak se ka pas një pak të lartë, pa dyshim, të gjitha ato, më thënë, po e bëra shumë banale këtë. Jo, me thjeshtove se nuk që ka. E thjeshtova që ta kuptojnë qytetarët që sot në Shqipëri nuk ka një qytetar, nuk po them të gjithë, të kuptojmë, nuk ka njerëz të cilët kanë patur poste publike ose jo publike kështu me radhë që nuk i kanë një shtëpi, 2 shtëpi apo 3 shtëpi. Tani problemi është ky. Kur Spaku nuk ka arritur. Për batu do të them avokat ka funksionar që i kanë bler shtëpi edhe dashurave. Jo, unë di ka bler shtëpi e makina dhe vazhdoj t'i blej. Po unë bëra, e shiko, nuk doja që t'i hyja në atë banalitetin e atë. Në jetën askujt, nuk doja t'i bjem qap dikujt. Tani, problemi është sepse, shiko, ne flasim në media këtu. Dhe kur flasim në media na dëgjojnë dhe sa njerëz që kanë përveç urrëties kanë edhe pa 2 parë në kokë. Tani, unë po them, Spaku, deri sot që po flas tani këtu te intervista juaj, nuk ka gjetur asnjë pasuri të paluajshme dhe të luajshme të zotit Meta. As llogari bankare mor, sepse zoti Meta nuk ka patur llogari bankare. Unë nuk kam mbajtur kurrë thot kartë, se nuk më janë dashur thot. Se kam qenë për poste, për gjëra, janë lokal, e pija kafe, nuk është ka qenë një njeri dikush tjetër, nuk ishte këto gjëra. Dihet to favore që të jep pushtet. Tani është futur Spaku pasurisë jo pa ai operacioni në Vjen bëri 7.000 euro. Unë e shikoj banalitet këtë. Pse se ka deklaruar Monika? Tani ne do të shikojmë diçka. Nëse përgjegjësia në një vend demokratik, pranë demokraci, siç na ka mësuar edhe kryeministri, është personale, atëherë disa gjëra i ka kryer bashkëshortja e tij, që do thotë mos deklarimin e disa të ardhurave që ishin jo të shpenzimeve, të si nuk duhet të deklaroheshin te LDKP-ja. Problemi është ky. Çezdia është një çështje e cila është gjykuar 2 herë. Është gjykuar Kastrioti Ismailaj, është gjykuar edhe në Vjen për shkak të që pati konfliktin që pati Qezi me shtetin shqiptar në 2014, ku u lan aty shteti shqiptar humbi 600 milionë kështu me radhë, që u prish ajo marrëveshje e famshme. Dhe ju e dini që Qezi ishte një kompani shtetërore, e cila u lidh me Shqipërinë për një arsye të caktuar që Shqipëria do merrte hiqe vizat e kështu me radhë. Pra, kishte një interes nga pikpamja kombëtare jona, që Qezë, ai Fyle, që ishte brenda, na ndihmojnë ne atëre për të hequr vizat, ishte komisioneri për jashtë e kështu me radhë. Pra, nuk bëhen edhe marrëveshjet, kur bëhen marrëveshje politike, ekonomike, bota kështu është ndërtuar. E akuzojnë që ke lidhur Kastrioti Ismailaj, ka lidhur marrëveshje me Qezin. Kastrioti Ismailaj ka lidhur marrëveshje me Qezin, për shembull, kur ka qenë Dritan Prifti ministër. Pra, nuk përputhen ato që thuhen në publik me ato që janë hedhur me ja pasqyruar të pak të deri tani në akuzën, në dokumenta që janë aty. Dhe i thonë, pse ke pasur ti shoki? Po, e kam pasur se ka njifen që në mosh 5 vjeçare. Po ti mund të kesh influencuar. Po ku kam influencuar? Sepse korrupsioni, Erman, bëhet në 2, bëhet në. Në momentin që unë bëj këtë korrupsioni, fitoj një pasuri të paluajshme. Dhe këtë pasuri të paluajshme do ta kem diku. Dhe se unë bëj një korrupsion më shtot llogaria bankare me 200 milion, 300 milion, po dhe 1 lek po deshët ju. Këto gjëra nuk ekzistojnë në sot që po flasim në dosjen Meta. Dhe kjo është ajo për të cilën unë me shumë sinqeritet po them, është çështja që aktualisht kam shumë çështje të personave me kështu dhe vrasje të natyra dhe historie kësaj natyre, pra çështje komplekse.